Mua më irriton përgjegjësia morale. Nuk pam asnjë përgjegjësi morale nga askush për tragjedinë që ndodhi në diskotekën Puls. Kështu shprehet për re ushtruesi i detyrës kryetari i komunës së Koçanit Venko Krstevski. Përgjegjësi më të madhe morale sipas tij ka ministri i Brendshëm Panço Lloshkovski. Një после ta Nestri kjo vë Puls. Në këtë situatë, konkretisht Ministri i Punëve të Brendshme, unë nuk them që ai është përgjegjës për formalitetin ligjor, por ai ka përgjegjësi si ministër për një vit të paktën të jetë një shembull pozitiv politik se përgjegjësia morale duhet të fillojë të mbahet në një moment të caktuar. Ndërsa u shpreh i zgënjur edhe nga kryeministri Mickoski, i cili siç tha, ende nuk ka shkuar në Koçan. Unë jam i zgënjur që ende, sidomos kryeministri nuk ka ardhur në Koçan. Disa herë kam thirrur personalisht që dera e komunës së Koçanit për të është e hapur, sepse ai është kryeministri i të gjithë qytetarëve të këtij shteti. Vetëm me ndihmën e pushtetit qendror ne mund të ngrejmë Koçanin dhe ato e kanë për detyrë që qytetin ton ta ndihmojnë. Ai kritikoi paraardhësin e tij Lupço Papazovi, i cili siç thot nuk pati guzim të del para qytetarëve, por dha dorëheqje përmes një statusi në Facebook, ndërsa kritikoi edhe deputetin e VMRO-DPMNE-s nga Koçani Mile Levkov, i cili sipas tij nuk ka marrë pjesë në asnjë marshim të familjarëve të viktimave, edhe pse ishte profesori shumë prej viktimave. Ndërkohë, për të 11 herë familjarët e viktimave të shtunën marshuan nëpër Koçan, ata përsëri kërkuan përgjegjësi nga autoritetet lokale, nga inspektorët, duke theksuar se nuk janë të kënaqur me aktakuzën, në të cilën 34 individ dhe 3 persona juridik shihen si përgjegjës për tragjedinë.